12 tetori këtij viti do t'jetë data zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, e shpallur nga presidenti Osmani këto ditë. Realisht, duke ditur se ky do t'jetë viti zgjedhor që nga janari kryetarët e komunave kanë ndezur motorët e punës. Projektet e premtuara që në fushatën zgjedhore të vitit 2021, partia që udhëheq kryeqytetin ka nisur t'i kryejë si vjet. Çka nuk është punuar për 3 vjet radhaze, po synohet të kryhet në pak muaj të mbetur. Javëve të fundit, kryetari Përparim Rama është kujdesur që të dalë në terren edhe gjatë natës. Së bashku me kryetarin e LDK-s, Lumir Avdigjiku me drejtorin për investime kapitale, Sokol Havolli dhe drejtorin për transformim, Gëzim Kastrati në mbrëmjen e 4 qershorit, rreth orës 21 bashkërisht inspektuan punimet në tunelin e Kurrizit, ku prej muajsh ka nisur puna për shtrimin e asfaltit. Përshëndetje Dardalia, po e shihni këtu që kjo pjesë e tunelit tashmë vetëm është në përfundim e sipër dhe do të hapet me 20 qershor, nuk ka pasur një intervenim për 45 vjet, e ja që tash është në përfundim e sipër për të mirën e qytetarëve tanë, pra do të jetë një pikë ku ka me pas të organizuar gjatë vikendeve tregje, evente të ndryshme, e po ashtu edhe qasje të lehtë edhe për makina, edhe për bicikleta, për qytetarët tanë, normal edhe për një ecje të lirë të mirë. Kurse Avdigjiku në rrjetin social Facebook është krenuar me punët e drejtorëve dhe të kryetarit. Gjatë gjithë natës së 18 majit është punuar edhe për shtrimin e rrugës Bajram Bahtiri, rrugë e cila është premtuar të shtrohet edhe nga ish drejtori Krenar Xhaferi. Havolli është përkujdesur që rreth orës 4 të mëngjesit të shkojë në këtë rrugë dhe të bëjë një video. Ora për 4 e mëngjesit, përgatitjet për pastrimin e rrugës para asfaltimit nesër në rrugën Bajram Bahtiri, njëna prej rrugëve më dëmtuar për shkak të ndërhyrjeve edhe në shtrimin e rrjetit të ujësjellësit, por edhe veprimeve tjera që kanë dëmtuar asfaltin përfshi edhe sezonën e dimrit. Tashmë jemi duke ia dhënë shtresën e re që do e bëjë një trafik shumë të përshtatshëm për banorët. Sigurisht kjo na detyron që edhe ta bllokojmë rrugën përgjatë ditës së nesërme, e ta hapim të hanën të kompletuar dhe të asfaltuar me shtresë të re. Përshëndetje Prishtina, jemi këtu në rrugën Bajram Bahtiri, ku edhe po i vazhdojmë punimet, pra kemi një kontratë të re të nënshkruar tash për 3 milion. Do të jetë një projekt madhor me 3 korsi për makina, me 1 për këmbësor dhe 1 për bicikleta, po ashtu me ndryshim, me gjelbrim, pra një projekt fenomenal që e hap është edhe faktikisht porta e kryeqytetit rreth gollakut të mrekullueshëm. Së bashku këtu edhe me parkun botanik, të cilin tashmë vetëm e kemi dizajnuar dhe do të fillojmë ndërtimin së shpejti. Në orët e vona të mbrëmjes është punuar edhe për ndërtimin e shtyllave për ta realizuar projektin e ishullit urban që lidh lagjen Arbëria me Pallatin e Rinisë. Edhe me gjithë faktin që ky projekt është ndaluar nga Instituti për Trashëgimi Kulturore, puna ka vazhduar. Në orët e vona jemi të punu në mbushjen e shtyllave për mbajtjen e platformave horizontale që do e lidhin lagjen Arbëria me Pallatin e Rinisë. Sigurisht kjo do të jetë njëna prej projekteve më të mira dhe më të bukura, i cili përveç shumë aspekteve tjera pozitive për qytetarin mbi të gjitha, mbron edhe shëndetin edhe jetën e qytetarëve, të cilët në shumë raste janë detyruar ta kalojnë hekurudhën e Kosovës në këmbë, gjë e cila paraqet edhe rrezik për jetën. Ishulli urban është njëri prej projekteve që do t'ja jap një pamje shumë më të bukur qytetit, e gjithashtu do i vë më në pa edhe lagjen Arbëria, edhe stadiumin e qytetit, po mbi të gjitha edhe Pallatin e Rinisë dhe të sporteve si njëra prej ikonave të kryeqytetit. Rruga A ka filluar punimet që nga prilli vitit 2023 dhe në fjalimin e tij atë kohë Rama pati thënë që faza e parë e punimeve do të përfundonte për 240 ditë pune. Bashkë me Avdigjikun, Rama dhe kabineti i tij gjatë javës vizituan këtë rrugë, por edhe vend punishtën për ndërtimin e unazës së qytetit, po ashtu projekti i ideuar vite më parë. Me gjithë vendimin e gjykatës për ndalim, punimet kanë vazhduar edhe në rrugicën Qamil Hoxha.
Në projektin e rehabilitimit të rrugës Çamil Hoxha, ndër të tjera përfshihet edhe eliminimi i gjitha instalimeve të vjetra, sikur i rrjetit të kanalizimit fekal apo i ujrave atmosferike, po e sheni është e nevojshme pra një thellësi po ashtu rreth 4 metra të shtrihet rrjeti i ri i kanalizimit, dhe nëse ju kujtohet sa herë kemi kalu këtu në këtë pjesë, ka pas edhe një aromë ose një kutërbim të jashtëzakonshëm, sapo e kuptuam dhe sapo e identifikuam se rrjeti i kanalizimit nga objekti këtu, pra i cili me gjas është kryesisht shfrytëzohet nga Ministria e Kulturës, rrjeti i kanalizimit nga ky objekt është hudh në rrjetin e ujrave atmosferike, gjë e cila nuk duhet të ndodhë në asnjë vend dhe është ndaluar me ligj, megjithatë edhe këtë problem jemi duke e rregulluar. Opozita në kryeqytet vazhdon kritikat ndaj qeverisjes së Ramës për këta 4 vjet në Prishtinë. Besart Krasniqi nga lëvizja vetëvendosje thot se Rama po bën fushat javëve të fundit me punimet e realizuara edhe gjatë natës. Tash jemi në vitin e 4 të qeverisjes së përparimit në Prishtinë, por vetëm përparim nuk ka pasur. Për tërë këto vite, përparim Rama, LDK kanë qenë qeverisje dobët e plagësh, madje duke marrë edhe shumë vendime në dëm të kryeqytetit. Kurse tash në muajt e fundit mundohen të punojnë edhe gjatë natës, përderisa gjatë tërë mandatit 4 vjeçar kanë fjetër nuk kanë punuar gjatë ditës. Po zgjedhjet po afrohen e qytetarët do ta ndëshkojë këtë qeverisje që është përcjell me shumë skandale, me mospunë dhe dembelizëm gjatë tërë mandatit. Përveç rrugëve, Rama ka njoftuar edhe për punime në disa institucione arsimore, si shkolla në Kalabri dhe qerdhja publike në Dardani. Edhe